Si jashtë ashtu edhe brenda, kushtet në të cilën jeton familja Dubova nga Prishtina janë të vështira. Të ardhurat mujore nuk i kanë të mjaftueshme, ndërkohë rritja e çmimeve për ta po bëhet e papërballueshme. Tre anëtarë në familjes, me social jetojmë, ka pak kështu që muna me punu, unë e djali, 400 euro, po sobe ja dalëm, ja qereja, ja rrima, ja kuahoja, pija, vesha, mothja, po mbjetojmë. Hall të njëjtë ka edhe një qytetar tjetër që sipas tij kaq sfidë me çmime nuk ka qenë asnjëherë. Asnjë familje, pos e deputetëve, e kryeministrave, e biznesmenëve, të cilët nuk dinë çka do me thonë varfëria, nuk dinë çka do me thonë adhetaria, nuk dinë çka do me thonë shqiptaria. Se ka ngritje të madhe të çmimeve e konfirmon edhe kryetari i shoqatës së konsumatorit, Selatin Kaçaniko. Zbritje reale të çmimeve nuk ka, ngritje reale ka. Do me thonë, çdo lëvizje në treg e paguan blerësi i fundit. Blerësi i fundit është shoqatari konsumator, i cili herësh është taksa pagues. Bile sipas një njohuesi të ekonomisë, inflacioni është më i madh se sa raportohet nga institucionet vendore. Nëse shikojmë raportet e rritjes, do të thotë neve na del që është dikon rreth 5% rritjes së çmimeve. Mirë po, nëse shikojmë do të thotë përvojën e qytetarëve, ata kanë një bindje që zakonisht rritja e çmimeve është shumë e madhe se sa ajo që po raportohet nga institucionet e shtetit. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, çmimet e konsumit në një mesatare në nëntor shënuan rritje prej 5.3% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit të kaluar.